Një adoleshente modeste hyn në një bankë luksoze, duke mbajtur vetëm një çelës të vjetër dhe një emër nga e kaluara. Ajo që fillon si një kërkesë e thjesht shkakton shembjen e një rrjeti korrupsioni të fshehur që nga pas lufta. Tani, mes shpërthimesh, gënjeshtrash dhe miliardash të ngrira, ajo duhet të vendosë nëse dëshiron drejtësi apo paqe. Para se të dëgjoni këtë rrëfim të pabesueshëm, mos harroni të abonoheni në kanal për më shumë histori emocionuese. Mëngjesi ishte i ngrohtë kur Oliana zbriti nga autobusi në zonën më fisnike të kryeqytetit, Tiranës. Sandalet e saj të vjetra kontrastonin me takat e larta që i bënin njehon trotuareve prej mermeri të lëmuar. Çanta e shkollës e varur në shpatullat e saj dukej edhe më e konsumuar në dritën e artë që reflektohej në fasadat e ndërtesave tregtare. Ajo ndaloi para ndërtesës imponuese të Bankës Qendrore të Biznesit, duke vëzhguar lëvizjen e vazhdueshme të ekzekutivëve me kostume të rregullta. Për një moment, ajo hezitoi. Rrobat e saj të thjeshta, një bluzë e bardhë tashmë e zverdhur nga koha dhe një fund blu i errët i rregulluar, e bënin të ndihej si një e huaj në atë botë prej xhami dhe çeliku. Por zëri i rozës, nënës së saj, i bënte jehon në mendjen e saj, "Bi, ky çelës i përkiste gjyshit tënd. Nëse ai e ruajti për kaq shumë vite, duhet të ketë një arsye të rëndësishme." Oliana mori frymë thellë dhe shtyu dyert rrotulluese. Kondicioneri e priti me një frymë të ftohtë dhe tingulli i hapave të saj humbi në tapetin e trashë që mbulonte dyshemen prej mermeri. Ambienti ishte frikësues, lambadar kristali vareshin nga tavani i lartë dhe aroma e lëkurës dhe drurit të lyer rrinte në ajër. Ajo ju afrua banakut të shërbimit, ku një punonjëse bjonde dhe elegante po shkruante diçka në një kompjuter. Gruaja ngriti sytë dhe shpreha e saj ndryshoi menjëherë kur pa të ren. "Si mund t'ju ndihmoj?" pyeti Anjeza, me një ton që nuk fshete habin e saj. "Jeni e humbur?" "Jo, unë doja të flisja me Dik për një llogari bankare," u përgjigj Oliana, duke u përpjekur të mbante zërin të qartë. Anjeza shikoi përreth, sikur të kërkonte prindërit e vajzës. "Sa vjeç jeni?" 17. "Duhet të shoqëroheni nga një i rritur përgjegjës për çdo transaksion bankar." Anjeza tashmë po kthehej kur Oliana i kapi lehtësisht krahun. "Ju lutem, unë thjesht duhet të verifikoj nëse ekziston një llogari në emër të gjyshit tim. Nuk dua të bëj asnjë transaksion, vetëm të konfirmoj një informacion." Anjeza pshertiu, qartazi e shqetësuar. "Dhe cili do të ishte emri i pronarit?" Oliana hapi çantën e saj dhe nxori një dosje plastike të zverdhur nga koha. Nga brenda saj, ajo mori një letër të vjetër ku shkruhej me dorë, Teomullaj. "Kur nuk kam dëgjuar për këtë emër në regjistrat tanë," tha Anjeza pa konsultuar as sistemin. "Shiko, e dashur, kjo është një bankë biznesi. Ne nuk shërbejmë llogari të vogla ose familjare. Ndoshta duhet të kërkoni një agjenci të zakonshme në qendër të qytetit." "Por unë kam një çelës," këmbënguli Oliana, duke nxjerrë nga dosja një objekt që e bëri Anjezën të rrudhte vetullat. Ishte një çelës i vjetër, prej metalit të errët, me gdhendje të veçanta dhe një numër që dukej se ishte shënuar me një vegël artizanale. Anjeza nuk kishte parë kur diçka të ngjashme, dhe kjo i zgjoi kureshtjen. "Ku e more këtë?" "Ishte i gjyshit tim. Nëna ime e gjeti mes sendeve të tij kur po organizonim gjërat në shtëpi." Anjeza shikoi përsëri çelësin, pastaj të ren. Kishte diçka në atë objekt që nuk përputhej me pamjen modeste të vajzës. "Pritni këtu. Do të thëras zotin Marko." Oliana qëndroi në këmbë pranë banakut, duke vëzhguar lëvizjen e bankës. Burra dhe gra të veshur mirë qarkullonin me dosje lëkure, duke folur në telefon për biznese që ajo nuk i kuptonte. Disa e shikonin me kureshtje, të tjerë me përbuzje, sikur prania e saj atje të ishte një gabim. 15 minuta kaluan derisa Anjeza u kthye, e shoqëruar nga një burr i gjatë, me flok gri dhe kostum blu të errët. Marko Salaj kishte sjelljen tipike të dikujt që ishte mësuar të komandonte, dhe sytë e tij e shqyrtuan Olianën nga koka te këmbët para se të fliste. "Pra, ju jeni e reja që pretendoni se keni një llogari tek ne?" Zëri i tij ishte i thellë dhe skeptik. "Nuk po pretendoj se kam një llogari. Thjesht doja të dija nëse ekziston një llogari në emër të gjyshit tim." Marko shtriu dorën. "A mund ta shoh këtë çelës të famshëm?" Oliana ja dorëzoi objektin, duke vëzhguar se si gishtat me përvojë të menaxherit e shqyrtuan atë. Marko e ktheu çelësin disa herë, studioi numrat e gdhendur dhe, për një çast, shpreha e tij u bë më serioze.
Anjeza më tha se emri është Teomullaj? Po, zotëri. Marko shkoi te kompjuteri dhe shkruajti diçka. Gishtat e tij ndaluan mbi tastier dhe ai e shikoi përsëri Olianën, sikur ta shihte për herë të parë. Cili është numri i gdhendur në këtë çelës? Oliana u afrua dhe tregoi shifrat pothuajse të fshira. 7, 4, 1, 9, 5, 2. Marko shkruajti sekuencën dhe priti. Ekrani u ngarkua për disa sekonda, pastaj shfaqi një mesazh që i bëri vetullat e tij të ngrieshin. Interesante, murmuriti ai, më shumë për vete. Ekziston llogaria? Pyeti Oliana, duke u përpjekur të shihte ekranin. Marko e mbylli shpejt sistemin dhe i ktheu çelësin. Shiko, vajz, kjo është një shaka. Ku e more vërtet këtë çelës? Tash më thash, ishte i gjyshit tim. Pse po reagoni kështu? Sepse Marko hezitoi duke shikuar përreth për t'u siguruar që askush nuk po dëgjonte, sepse ky kod që më treguat nuk duhet të ekzistonte në sistemin ton. Oliana nuk e kuptoi. Si ashtu? Ky format numërimi nuk është përdorur prej dekadash. Është nga një kohë para informatizimit të bankës. Marko u afrua më shumë dhe uli zërin. Jeni e sigurt që nuk e gjetët këtë çelës diku? Sigurisht që jam e sigurt. Pse do të gënjeja për këtë? Marko studioi fytyrën e të res duke kërkuar shenja se ajo po e shpikonte historinë. Por kishte diçka në sinqeritetin e Olianës, në mënyrën se si mbante me kujdes dosjen plastike, që e bindi se ajo po thoshte të vërtetën. Eja me mua, tha ai më në fund. Duhet të flasim privatisht. Anjeza i vëzhgoi ata duke u drejtuar drejt zonës së shërbimit privat, qartazi e intriguar nga zhvillimi i situatës. Marko e çoi Olianën në një dhomë të vogël, me tavolinë xhami dhe 2 koltuqe lëkure. Uluni, ju lutem. Marko mbylli derën dhe aktivizoi një sistem privatësie që i bëri xhamat të errët. Tani më tregoni gjithçka që dini për gjyshin tuaj. Oliana mori frym thellë, duke organizuar mendimet. Në të vërtetë, unë nuk e kam njohur kurrë. Nëna ime thotë se ai u zhduk kur ajo ishte shumë e vogël. E vetmja gjë që dim është se ai punonte për qeverinë, diçka e lidhur me punët publike. Dhe ky çelës? Nëna ime e gjeti brenda një kutie këpucësh, së bashku me disa dokumente të vjetra. Ajo mendoi se mund të ishte nga një kasafort ose diçka e tillë. Marko u mbështet në koltuk duke përpunuar informacionin. Oliana, duhet të kuptoni se ajo që do t'ju them nuk mund të dalë nga kjo dhomë. E reja pohoi, duke ndjerë zemrën t'i rrite më shpejt. Kodi i këtij çelësi korespondon me një skedar shumë të vjetër në sistemet tona. Një skedar që zyrtarisht nuk ekziston më. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë se gjyshi juaj nuk ishte vetëm një nëpunës publik i zakonshëm. Marko bëri një pauzë, sikur po vendoste sa mund të zbulonte. Ai ishte i përfshirë në diçka shumë më të madhe, diçka që mund të shpjegoj pse u zhduk. Oliana ndjeu një drithërim t'i përshkonte shpinën. Çfarë lloj përfshirjeje? Marko u ngrit dhe shkoi te dritarja, duke vëzhguar lëvizjen e rrugës. Në vitet pas luftës, pati një periudhë rindërtimi në vend. Shumë para u lëvizën për punë infrastrukturore, spitale, shkolla. Dhe gjyshi im mori pjesë në këtë? Sipas regjistrave tanë të vjetër, ai jo vetëm mori pjesë. Ai ishte një nga personat përgjegjës për të siguruar që këto burime të arrinin në destinacionet e duhura. Marko u kthye nga ajo. Por kishte njerëz të interesuar të devijonin një pjesë të këtyre parave për përfitime personale. Oliana filloi të kuptonte rëndësinë e situatës. Dhe ai e zbuloi këtë? Më shumë se kaq. Ai arriti të mbronte një sasi të konsiderueshme, duke e mbajtur të sigurt derisa të mund të përdorej për qëllimin e saj të vërtetë. Dhe ky çelës është e vetmja mënyrë për të hyrë në atë mbrojtje. Heshtja u vendos në dhomë, e ndërprer vetëm nga zhurma e zbutur e trafikut jashtë. Oliana shikoi çelësin në duart e saj, duke ndjerë peshën e përgjegjësisë që nuk e dinte se e mbante. Marko, tha ajo më në fund, çfarë ndodh nëse e përdor këtë çelës? Marko u kthye në vendin e tij, fytyra e tij e ngarkuar me shqetësim. Oliana, para se t'i përgjigjem pyetjes suaj, duhet të di më shumë për familjen tuaj aktuale. Ku banoni? Në periferi, me nënën time. Ajo punon si shërbëtore ditore. Oliana hezitoi para se të vazhdonte.
Jemi duke kaluar vështirësi financiare. Në të vërtetë, kjo është një arsye tjetër pse erdha këtu. Shpresonim se ndoshta kishte ndonjë para të harruar që mund të na ndihmonte. Marko pohoi me mirë kuptim. Dhe nëna juaj e di që jeni këtu? Po, ishte ajo që më inkurajoi të vija. Tha se nëse gjyshi e ruajti këtë çelës për kaq shumë vite, duhet të ketë qenë e rëndësishme. Në atë moment, dera e dhomës u hap butësisht dhe Anjeza u shfaq me një shprehje të tensionuar. Marko, më falni që ndërpres, por keni një telefonat urgjente. Jam i zënë, Anjeza. Është nga bordi i drejtorëve. Thanë se është për skedarët e vjetër. Marko dhe Oliana shkëmbyen shikime. Koincidenca ishte shqetësuese. Mund ta transferoni këtu, tha Marko, duke treguar telefonin mbi tavolinë. Anjeza doli dhe, sekonda më vonë, telefoni ra. Marko u përgjigj me kujdes. Salaj. Ai dëgjoi për disa momente, fytyra e tij duke u zbardhur gradualisht. Kuptoj. Po, zotëri. Do të jem atje brenda 15 minutash. Ai e mbylli telefonin dhe qëndroi në heshtje për disa sekonda. Oliana, duhet të dilni nga banka tani. Pse? Çfarë po ndodh? Ka pasur një interes të papritur për skedarët e vjetër të bankës. Njerëz të rëndësishëm duan të dinë nëse dikush ka tentuar të hyjë në informacionet e llogarive të vjetra sot. Oliana ndjeu gjakun t'i ngrije. A e din që jam këtu? Akoma jo, por nuk mund të rrezikojmë. Marko u ngrit shpejt. Ruani mirë këtë çelës dhe mos i tregoni askujt për bisedën tonë. As nënës suaj, të paktën për momentin. Marko, kam frikë. Ai u afrua dhe i vuri një dorë atërore në shpatull të resë. Oliana, gjyshi juaj ishte një burr i guximshëm që bëri gjën e duhur. Por personi që donte ta ndalonte është ende gjallë, ka ende pushtet dhe ende po kërkon atë që ai mbrojti. Si e dini këtë? Sepse Marko hezitoi, sikur po zbulonte një sekret të ruajtur prej vitesh, unë e kam njohur atë. Teo ishte mentori im kur fillova të punoja këtu, më shumë se 20 vjet më parë. Oliana i zgurdulloi syt. Ju e keni njohur gjyshin tim? E kam njohur dhe admiruar. Ai ishte i ndershëm në një kohë kur kjo ishte e rrezikshme. Marko shkoi te një sirtar i kyçur në tavolinën e tij dhe nxori një zarf të zverdhur. Ai ma la këtë para se të zhdukej, me udhëzime për ta dorëzuar vetëm nëse ndonjëherë dikush nga familja do të vinte për të kërkuar. Me duar të dridhura, Oliana mori zarfin. Ishte i vulosur dhe kishte emrin e saj të shkruar me shkronja të kujdesshme. Si e dinte emrin tim nëse nuk më kishte njohur kurrë? Teo ishte një vizionar. Ai e dinte se një ditë e vërteta do të dilte në dritë dhe se ndoshta do të ishte përmes jush, të brezit të ri. Oliana e ruajti zarfin në çantën e saj pa e hapur. Çfarë duhet të bëj tani? Kthehuni në shtëpi. Lexoni letrën me kujdes. Dhe nesër, në orën 2 pasdite, më takoni në sheshin qendror pranë Shatërvanit. Mos e jani më këtu në bankë. Marko e shoqëroi deri te dera, duke kontrolluar nëse korridori ishte bosh para se ta linte të dilte. Oliana, beso mëni. Gjyshi juaj zgjodhi të mbronte këtë sekret sepse e dinte se një ditë do të ishte e nevojshme. Ndoshta ajo ditë ka ardhur. Anjeza vëzhgoi diskretisht ndërsa e reja kalonte hallin kryesor dhe dilte nga dyert rrotulluese. Sapo Oliana u zhduk në turmën e trotuarit, Anjeza mori telefonin e saj dhe thiri një numër. Zotëri Viktor? Jam Anjeza, nga banka. Ajo situata që kërkuat të monitorohej mirë, sapo ndodhi. Ndërkohë, Oliana ecte nëpër rrugët e Tiranës, mendja e saj gumëzhinte me gjithçka që kishte zbuluar. Zarfja në çantën e saj dukej se i diqte shpinën dhe ajo mezi priste të arrinte në shtëpi dhe ta lexonte. Autobusi për në periferi ishte i mbushur dhe ajo duhej të qëndronte në këmbë gjatë gjithë udhëtimit. Në çdo ndalesë, ajo shikonte nga dritarja me ndjesinë e çuditshme se po vëzhgohej. Mos ndoshta imagjinata e saj po i bënte shaka, apo vërtet kishte një makinë të zezë që e ndiqte që nga qendra e qytetit. Kur më në fund zbriti në stacionin pranë shtëpisë së saj, lehtësimi ishte i madh. Rrugët familjare, shtëpitë e thjeshta, fëmijët që luanin në trotuar, gjithçka e bëri të ndihej përsëri e sigurt. Roza e priste në derë me një buzëqeshje të shqetësuar në fytyrë. Dhe çfarë, bi? Zbulove diçka?
Nën, nuk do ta besosh çfarë ndodhi. Hyn në shtëpinë e vogël dhe Roza i shërbeu një lëng limoni të bërë në shtëpi ndërsa Oliana tregonte për vizitën e saj në bankë. Ajo omëtoi vetëm detajet më shqetësuese, telefonatën misterioze, kërkesën për të mos u kthyer në bankë dhe sidomos faktin se dikush i fuqishëm ishte ende i interesuar për sekretin e gjyshit. Pra, Marko e njihte babin, pyeti Roza, sytë e saj shkëlqenin me lot emocionues. Pas kaq shumë vitesh, më në fund gjetëm dikë që mund të na tregoj për të. Po, nën. Dhe ai më dha këtë. Oliana tregoi zarfin. Roza e mori me respekt duke kaluar gishtat mbi emrin e vajzës së saj të shkruar me dorë. Kjo është shkrimi i gjyshit tuaj. E një nga pak dokumente që kanë mbetur. A mund ta hapim së bashku? Roza pohoi dhe ato u ulën pranë njëra tjetrës në divanin e vogël të dhomës së ndenjes. Oliana hapi me kujdes zarfin dhe nxori disa flet letre, të gjitha të shkruara me dorë. Mbesa ime e dashur Oliana, lexoi Roza me zë të lartë, nëse po e lexon këtë letër, do të thotë se ka ardhur koha të njohësh të vërtetën për familjen tonë dhe për atë që më është dashur të bëj për t'ju mbrojtur. Të dyja vazhduan të lexonin në heshtje, duke përthithur çdo fjalë. Letra zbulonte detaje rreth punës së Teos në qeveri, rreth zbulimit të korrupsionit dhe rreth vendimit të tij për të mbrojtur burimet publike që po devijoheshin. Gjithmonë e kam ditur se një ditë do të zbulohej, vazhdonte letra, prandaj mora masat paraprake që ju të mund të përfundonit atë që unë fillova, nëse dëshironi. Në faqen e fundit kishte udhëzime specifike, Chelsea që ruajta hap më shumë se një kasafor. Ai hap mundësinë e drejtësisë. Por kini kujdes, mbesa ime e vogël. Ka njerëz të fuqishëm që nuk duan që kjo drejtësi të bëhet. Nëse vendosni të ndiqni këtë rrugë, nuk do të jeni vetëm. Marko është një burr i ndershëm, ai do t'ju ndihmojë. Roza mbaroi së lexuari dhe qëndroi në heshtje për disa minuta. Oliana, je e sigurt që dëshiron të përfshihesh në këtë? Duket e rrezikshme. Nën, mendo sa familje si e jona mund të kishin përfituar nga këto para që u devijuan. Sa fëmijë mund të kishin pasur një edukim më të mirë, sa të sëmurë mund të ishin shëruar në spitale të pajisura mirë. Por çfarë nëse ndodh diçka me ty? Oliana kapi duart e nënës. Gjyshi rrezikoi gjithçka për të bërë gjën e duhur. Nëse unë nuk përpiqem të përfundoj atë që ai filloi, kush do ta bëj? Në atë moment dëgjuan zhurmën e një makine që ndaloi para shtëpisë. Roza vështroi nga dritarja dhe rudhi vetullat. Oliana, një ndonjë që ka një makinë të zezë të importuar? E reja ju bashkua nënës në dritare dhe ndjeu stomakun t'i shtrëngoi. Ishte e njëjta makinë që kishte parë gjatë udhëtimit me autobus. Nën, fsheh letrën dhe Chelsin. Shpejt. Roza nuk e vuri në dyshim urgjencën në zërin e vajzës. Ajo i ruajti të gjitha brenda një kutie të vjetër biskotash që e mbante sipër frigoriferit. 3 trokitje të thata u dëgjuan në derë. Kush është? Pyeti Roza, pa e hapur. Mirëdita, zonjë. Jemi nga banka. Kemi ardhur për një verifikim rutinor rreth vizitës së vajzës suaj sot. Oliana dhe Roza shkëmbyen shikime. Marko kishte thënë qartë se askush nga banka zyrtare nuk dinte për vizitën e saj. Çfarë lloj verifikimi? Pyeti Roza. Vetëm disa pyetje të thjeshta. A mund të hyjmë? Oliana i bëri shenjë nënës të mos e hapte derën. Në heshtje, ajo u drejtua për në pjesën e pasme të shtëpisë, ku kishte një derë të vogël që të çonte në oborrin e fqinjit. Një moment, ju lutem, tha Roza me zë të lartë, duke fituar kohë. Oliana hapi ngadalë derën e pasme dhe doli në obor. Ajo u ngjit shpejt në murin e ulët dhe vrapoi drejt shtëpisë së zonjës Fina, një fqinje e moshuar që kishte qenë gjithmonë e sjellshme me familjen e saj. Zonja Fina, përshpëriti ajo, duke trokitur në dritaren e kuzhinës, a mund të përdor telefonin tuaj? Është urgjente. Zonja hapi dritaren, e shqetësuar kur pa gjendjen e të resë. Sigurisht, bi. Ndodhi diçka? Oliana thiri numrin që Marko kishte shënuar shpejt në një letër gjatë bisedës së tyre. Marko. Jam Oliana. Ka njerëz që po paraqiten si punonjës banke në shtëpinë time. Çfarë duhet të bëj? Zëri i Markos tingëlloi i tensionuar nga ana tjetër e linjës. Oliana, dëgjoni me vëmendje. Këta njerëz nuk janë nga banka. Ku jeni tani? Në shtëpinë e fqinjes, zonjës Fina.
Arrita të dal nga pas. Shkëlqyeshëm. Nëna juaj është e sigurt? Për momentin, ajo po flet me ta te dera. Por Marko, kam shumë frikë. Qetësohuni, do ta zgjidh këtë. Qëndroni ku jeni dhe mos u ktheni në shtëpi derisa të telefonoj përsëri. E kuptuat? Po, por. Oliana, beso mëni. Gjyshi juaj besoj, tani është radha juaj. Lidhja u mbyll dhe Oliana qëndroi duke parë telefonin, duke u ndjerë e humbur. Zonja Fina u shfaq pranë saj me një filxhan çaj kamomili. Bi, çfarë po ndodh? Je e zbeth. Zonja Fina, a mund të më bëni një favor? Të mbani një sy në shtëpinë time dhe të më lajmëroni kur këta njerëz të largohen? Zonja pohoi dhe u pozicionua strategjikisht në dritaren që shinte rrugën. Oliana u ul në tavolinën e vogël të kuzhinës, duke u përpjekur të organizonte mendimet. Ndërkohë, në anën tjetër të qytetit, Marko po dilte me nxitim nga banka. Gjatë rrugës për në shtëpinë e tij, ai bëri disa telefonata me kontakte të vjetra, njerëz që kishin punuar me Teon në vitet 1950. Aron? Jam Marko Salaj. Po, pas kaq shumë vitesh. Aron, a ju kujtohet Skedari arkitekt? Po, a i vetë. Vajza e familjes u shfaq sot. Biseda zgjati disa minuta dhe kur Marko e mbylli, shpreha e tij ishte edhe më e shqetësuar. Aron kishte konfirmuar dyshimet e tij. Viktor Olluri, tani një nga burrat më të pasur në vend, kishte qenë një nga të përfshirët kryesor në tentativën për devijimin e fondeve të rindërtimit në vitet 1950. Marko arriti në shtëpi dhe menjëherë aktivizoi një sistem sigurie që kishte instaluar vite më parë, kur filloi të dyshonte se Viktori ende po kërkonte thesarin e Teos. Kamera diskrete, regjistrues dhe, kryesisht, një alarm i drejtpërdrejt për autoritetet kompetente. Ai mori telefonin e tij dhe thiri një numër special, i cili ra direkt në tavolinën e një prokurori publik. Luka? Jam Marko. Duhet të aktivizoj protokollin që folëm 5 vjet më parë. Protokolli arkitekt? Marko, je i sigurt? Po. Trashëgimtarja u shfaq dhe Viktori tashmë ka mobilizuar njerëzit e tij. Kuptuar. Do të jem atje brenda 20 minutash me një ekip. Ndërkohë, në shtëpinë e Olianës, Roza vazhdonte të fliste me vizitorët përmes derës së mbyllur. Intuita e saj amësore e paralajmëronte se diçka nuk ishte në rregull. Shikoni, zotërinj, vajza ime është e mitur. Nëse vërtet jeni nga banka, mund të ktheheni nesër me dokumente zyrtare. Zonjë, është vetëm një verifikim i shpejtë. Nuk do të zgjas as 5 minuta. Dhe nuk mund të bëhet me telefon? Në anën tjetër të derës, Anjeza i përshpëriti bashkëpunëtorit të saj, ajo nuk do të hap. Dhe vajza nuk është këtu, jam e sigurt. Burri që e shoqëronte ishte i gjatë, muskuloz dhe qartazi nuk ishte punonjës banke. Ai i bëri shenja Anjezës të largohej nga dera. Zonjë, po largohemi për sot. Por do të kthehemi nesër. Roza dëgjoi tingullin e hapave që largoheshin dhe, pas disa minutash, vështroi nga dritarja. Makina e zezë ishte larguar nga rruga, por ajo vuri re një automjet tjetër, më diskret, të parkuar disa shtëpi më tutje. Në shtëpinë e zonjës Fina, Oliana mori telefonatën e Markos. Oliana? Nëna juaj është mirë. Burrat u larguan, por ndoshta kanë vendosur dik për të ruajtur shtëpinë. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë se Viktor Olluri zbuloi për ju shumë më shpejt se sa prisja. Kush është Viktor Olluri? Marko bëri një pauzë. Oliana, duhet që ju dhe nëna juaj të vini në shtëpinë time sonte. Është e vetmja mënyrë për t'ju mbajtur të sigurta ndërsa organizojmë hapin tjetër. Marko, çfarë zbuloi vërtet gjyshi im? Pse këta njerëz janë kaq të dëshpëruar? Sepse nuk bëhet fjalë vetëm për para, Oliana. Bëhet fjalë për reputacion, pushtet politik dhe, kryesisht, për një skandal që mund të shkatërrojë disa nga familjet më me ndikim në vend. Një orë më vonë, kur ra nata, zonja Fina ndihmoi Olianën të dilte diskretisht nga pjesa e pasme e pronës së saj. Ato ecën nëpër rrugë paralele derisa gjetën Rozën, e cila kishte arritur të dilte nga shtëpia duke marrë vetëm një çantë me dokumente të rëndësishme. Marko i priste në shtëpinë e tij, një ndërtesë e thjeshtë por e mbrojtur mirë, e vendosur në një lagje të klasës së mesme në zonën perëndimore të Tiranës. Kur arritën, ai i priti me një lehtësim të dukshëm.
Hyni shpejt. Shtëpia ishte e rehatshme, e dekoruar me mobilje të vjetra dhe shumë libra. Marko i drejtoi në dhomën e ndenjes, ku tashmë kishte përgatitur sanduiqe dhe kafe. Para se gjithash, tha ai, dua që të kuptoni se jeni të sigurta këtu. Kam kontakte me autoritetet dhe ata dinë për situatën tonë. Rosa, e cila kishte qëndruar e heshtur gjatë gjithë rrugës, më në fund foli, Marko, duhet ta di. Çfarë ndodhi vërtet me babain tim? Marko u ul rënd në një koltuk dhe pshërtiu. Rosa, babai juaj ishte një hero. Kur zbuloi se Viktori dhe biznesmen të tjerë po devionin fonde të destinuara për rindërtimin e spitaleve dhe shkollave, ai jo vetëm që i denoncoi. Ai arriti të ndërpriste një sasi të madhe parash para se të transferoheshin në llogari offshore. Dhe ku janë ato para tani? Të mbrojtura. Teo krijoi një sistem aq të sigurt sa që as unë nuk e di saktësisht ku janë. Di vetëm se ekzistojnë dhe se Chelsea i Olianës është një nga pjesët e nevojshme për të hyrë në to. Oliana u afrua. Një nga pjesët? Ka të tjera? Po. Teo ishte i përpikt. Ai e ndau aksesin në disa faza, duke siguruar që vetëm dikush me legjitimitet dhe qëllim të drejtë mund të kishte sukses. Çfarë lloj fazash? Marko u ngrit dhe shkoi te një raft librash, nga ku nxori një kasafort të vogël. Kjo është pjesa e dytë. Brenda kasafortës kishte një dokument të vjetër dhe një objekt që dukej të ishte gjysma e një medaljeje. Teo ma dha këtë herën e fundit që u pam. Tha se një ditë, kur personi i duhur të shfaqej me Chelsin, unë duhej të bashkoja dy pjesët. Oliana nxori Chelsin nga çanta dhe e vendosi mbi tavolinë, së bashku me gjysmën e medaljes. Kishte diçka familjare në dizajnin e gdhendur në medalje, diçka që ajo ishte e sigurt se e kishte parë më parë. Marko, tha Rosa papritur, a mund ta shoh këtë medalje? Ajo e mori objektin dhe e ekzaminoi me kujdes. Pastaj, me gishta të dridhura, hapi varsen që mbante në qafë, një kordele e thjesht me një varse që Oliana gjithmonë kishte menduar se ishte thjesht një dekorim pa vlerë. Kur Rosa bashkoi dy gjysmat, ato u përshtatën në mënyrë perfekte, duke formuar një medalje të plot me një simbol kompleks të gdhendur në qendër. Nën, përshpëriti Oliana, ti gjithmonë e ke pasur këtë pjesë? Gjyshi yt ma dha kur isha e vogël. Tha se ishte një dhuratë e veçantë, por kur nuk e kuptova kuptimin. Marko vëzhgonte skenën me emocion të dukshëm. Tani kuptoj. Teo e dinte se gratë e familjes së tij do ta çonin trashëgimin përpara. Ai ndau përgjegjësinë mes brezave. Telefoni i Markos ra, duke ndërprer momentin. Ai u përgjigj shpejt. Luka? Po, ato janë këtu. Kuptoj. Kur? Mirë, do të jemi gati. Ai e mbylli telefonin dhe u kthye nga ato me një shprehje serioze. Kemi një problem. Viktori zbuloi ku jeni. Luka tha se ka lëvizje të dyshimta rreth rrugës sime. Çfarë do të bëjmë? Pyeti Rosa, duke mbajtur dorën e vajzës. Ka një plan B, Teo parashikoi se kjo mund të ndodhte. Marko shkoi te një pikturë në mur dhe e hoqi, duke zbuluar një kasafort të vogël të ndërtuar. Brenda këtu janë udhëzimet për vendodhjen përfundimtare. Por sapo të arrijmë atje, nuk do të ketë kthim pas. Pse nuk ka kthim pas? Sepse sapo sistemi të aktivizohet, e gjithë e vërteta do të dalë në dritë. Dokumentet e mbrojtura nga gjyshi juaj do të publikohen në shtyp për autoritetet dhe për publikun. Viktori dhe të gjithë të përfshirët në korrupsion do të ekspozohen. Oliana shikoi nënën, pastaj Markon. Po sikur të mos bëjmë asgjë. Viktori nuk do të ndalet kurrë së kërkuari. Ju kurrë nuk do të jeni të sigurta dhe padrejtësia do të vazhdojë e pandëshkuar. Në atë moment dëgjuan tingullin e makinave që afroheshin. Marko vështroi diskretisht nga dritarja dhe pa 3 automjete të zeza të parkuar në rrugë. Është tani ose kurrë, tha ai, duke marrë çelsat e makinës së tij nga garazhi. Kemi një dalje nga pas, por duhet të largohemi menjëherë. Rosa dhe Oliana shkëmbyen shikime. Brenda disa sekondash, të gjitha jetët e tyre të qeta ishin shndërruar në një aventurë të rrezikshme që mund të ndryshonte jo vetëm jetët e tyre, por potencialisht edhe jetën e mirë e njerëzve që ishin dëmtuar nga korrupsioni dekada më parë. Marko, tha Oliana, me një vendosmëri që e habiti, na tregoni çfarë donte gjyshi të bënim.
Marko i drejtoi shpejt përmes kuzhinës drejt garazhit, i cili kishte një dalje të drejt në rrugën paralele. Ndërsa lëviznin në heshtje, ai shpjegoi me përshpëritje planin e Teos. Gjyshi juaj zgjodhi një vend specifik për të ruajtur dokumentet dhe aksesin në fonde. Një vend ku Viktori kur nuk do të mendonte të kërkonte. Ku, pyeti Roza, duke ndihmuar Olianën të mbante çantën e shpinës. Në selinë e vjetër të fondacionit Social Metropolitan, në qendrën historike. Ndërtesa është braktisur prej vitesh, por Teo krijoi një dhomë sekrete në nëndhesh. Ata hynë në makinë dhe Marko ngau me kujdes nëpër rrugët dytësore, gjithmonë duke kontrolluar nëse nuk po ndiqeshin. Tensioni në ajër ishte i prekshëm dhe Oliana ndjente zemrën t'i rrite me çdo hije që lëvizte në errësirë. Marko, tha ajo, nëse arrim të aktivizojmë atë që gjyshi im përgatiti, çfarë saktësisht do të ndodhë? Të gjitha dokumentet që vërtetojnë devijimin e fondeve do të dërgohen automatikisht në gazetat kryesore të vendit, në prokurorinë publike dhe në organizatat ndërkombëtare kundër korrupsionit. Dhe parat do të transferohen në një fond publik të administruar nga një organizatë e pavarur, e destinuar posaçërisht për programe sociale, arsim dhe shëndetësi. Roza, e cila kishte qëndruar e qetë gjatë udhëtimit, më në fund foli, Marko, je i sigurt që kjo është ajo që donte babi? Ndoshta ai thjesht donte të mbronte parat derisa qeveria të bëhej më e besueshme. Marko parkoi makinën në një rrugë të errët, disa bloqe larg qendrës historike. Roza, babai juaj ma bëri shumë të qartë në bisedën tonë të fundit. Ai tha, Marko, këto para nuk ishin kur për familjen tonë. Janë të popullit dhe duhet t'i kthehen popullit. Por vetëm kur dikush me zemër të pastër dhe qëllime të drejta të ketë guximin të bëjë zgjedhjen e duhur. Ata ecën në heshtje nëpër rrugët me kaldrëm të qendrës historike. Ndërtesa e ish fondacionit ngrihej imponuese në errësirë, dritaret e saj gotike si sy bosh që vëzhgonin qytetin e fjetur. Marko kishte një çelës për hyrjen anësore, e cila jepte akses të drejt në nëndhesh. Teo ma dha edhe këtë. Tha se do ta dija kur ta përdorja. Brendësia e ndërtesës ishte me pluhur dhe plot rrjeta merimangash. Fenerët e tyre të celularit prisnin errësirën, duke krijuar hije vallëzuese në muret prej guri. Marko i udhëhoqi nëpër një korridor të ngushtë derisa arritën në një derë metalike të rëndë. Këtu, tha ai, duke treguar një brav të veçantë. Oliana, çelësi juaj. Me duar të dridhura, Oliana futi çelësin e vjetër në brav. U dëgjua një klik metalik dhe dera u hap duke zbuluar një shkallë që zbriste në thellësitë e ndërtesës. Tani medalja, vazhdoi Marko, duke treguar një mekanizëm rrethor në mur. Roza dhe Oliana bashkuan përsëri dy gjysmat e medaljes dhe e futën në mekanizëm. Dritat fluoreshente u ndezën automatikisht, duke zbuluar një dhomë çuditërisht moderne të fshehur në ndërtesën historike. Dhoma ishte e pajisur me kompjuter të vjetër por funksional, skedar metalik dhe një mur të tërë të mbuluar me harta, fotografi dhe dokumente. Në qendër kishte një tavolinë me 3 karrige dhe një zarf të vulosur me emrat Roza dhe Oliana të shkruar me kaligrafin familjare të Teos. Lexojeni këtë së pari, sugjeroi Marko. Unë do të monitoroj hyrjen. Roza hapi zarfin me kujdes. Brenda kishte një letër të gjatë dhe të detajuar, e shkruar sikur Teo po fliste drejt për drejt me to. Vajza dhe mbesa ime e dashur, lexoi Roza me zë të lartë, nëse keni arritur deri këtu, do të thotë se keni gjetur guximin për të bërë atë që unë nuk munda ta përfundoja në jetë. Kjo dhomë përmban provat e plota të një skeme korrupsioni që devijoi burime të destinuara për spitale, shkolla dhe programe sociale midis viteve 1948 dhe 1952. Letra vazhdonte duke shpjeguar se si Teo zbuloi skemën kur punonte si auditor i brendshëm i qeverisë. Viktor Olluri, atëherë një biznesmen i ri ambicios, udhëhiqte një grup që mbivlerësonte kontratat publike dhe devijonte diferencën në llogari personale. Arrita të ndërpres 50 milion lekë para se të transferoheshin jashtë vendit, vazhdonte letra. Kjo vlerë, e aktualizuar nga inflacioni dhe investimet konservatore gjatë dekadave, sot arrin afërsisht 500 milion lekë. Oliana lëshoi një pëshertim habie. 500 milion? Por ka më shumë, vazhdoi Roza duke lexuar. Gjatë hetimit tim, zbulova se Viktori nuk vepronte vetëm. Ka një rrjet që përfshin politikan, biznesmen të tjerë dhe madje edhe disa zyrtar të lartë të bankave të ndryshme.
Letra zbulonte emra specifik, disa prej tyre ende gjallë dhe në pozita pushteti. Viktori ishte bërë një manjat i respektuar, duke përdorur parat që arriti të devionte para zbulimit të Theos për të ndërtuar perandorinë e tij të biznesit. Tani duhet të zgjidhni, përfundonte letra. Në tavolinë ka 3 butona. I kuqi aktivizon denoncimin e plot dhe transferimin e fondeve. I verdhi transferon vetëm gjysmën, duke mbajtur gjysmën tjetër të mbrojtur për të ardhmen. I gjelbri anulon gjithçka dhe fshin regjistrat për gjithmonë, duke ju mbrojtur, por duke lënë padrejtësinë të pandëshkuar. Roza mbaroi së lexuari dhe qëndroi në heshtje, duke përthitur peshën e vendimit që duhej të merrnin. Nën, tha Oliana butësisht, çfarë mendon se duhet të bëjmë? Para se Roza të mund të përgjigjej, Marko u shfaq në hyrje të dhomës me një shprehje të rëndë. Kemi probleme. Viktori zbuloi ku jemi. Ka burra që rrethojnë ndërtesën. Sa kohë kemi? Pyeti Oliana. Ndoshta 5 minuta derisa të gjejnë hyrjen e nëndheshëm. Oliana shikoi 3 butonat në tavolinë. I kuqi shkëlqente si një sinjal alarmi, i verdhi dukej si një mesatare tunduese dhe i gjelbri përfaqësonte sigurinë për t'u kthyer në jetën normale. Marko, pyeti ajo, nëse shtypim butonin e kuq, Viktori do të ndëshkohet vërtet? Me provat që gjyshi juaj mblodhi, ai jo vetëm që do të humbas të gjithë pasurinë, por do të përballet me proces penal. Por kjo gjithashtu do të thotë se ju do të bëheni objektiva të përhershme të aleatëve të tij. Roza ju afrua vajzës. Oliana, ky vendim duhet të jetë juaj. Ju jeni nga brezi i ri, jeni ajo që do të jetoni me pasojat. Në atë moment dëgjuan zhurma hapash që bënin jehon në katin e sipërm. Viktori kishte ardhur me njerëzit e tij. Oliana bërtiti një zë mashkullor lart. E di që je atje poshtë. Mund të flasim dhe të arrijmë një marrëveshje që të përfitojë të gjithëve. Mos e besoni, pëshpëriti Marko. Viktori më ka ofruar para disa herë gjatë viteve, duke u përpjekur të zbuloj ku Teo kishte fshehur provat. Oliana ju afrua tavolinës dhe vendosi dorën mbi butonin e kuq. Nëse e shtyp këtë, jeta jon do të ndryshojë përgjithmonë. Po, bi. Por sa jetë mund të përmirësohen me këtë vendim? Oliana, zëri i Viktorit bëri jehon përsëri, tani më afër. Nëna juaj punon si shërbëtore ditore, apo jo? Mund të ofroj një shtëpi tuajën, edukim universitar për ju, një të ardhme të rehatshme. Gjithçka që më duhet është që të hiqni dorë nga kjo çmenduri e gjyshit tuaj. Fjalët e Viktorit i dhanë një qartësi të papritur Olianës. Ajo kujtoi mëngjeset kur zgjohej duke parë nënën të përgatiste uniformën për një ditë tjetër pune të rëndë. Ajo kujtoi herët kur Roza arrinte në shtëpi me dhimbje shpine, por gjithmonë me një buzëqeshje për të mos e shqetësuar vajzën. Marko, tha ajo, me zë të vendosur, nëse shtyp butonin e kuq, sa kohë do të duhet që dokumentet të dërgohen? Është e menjëhershme. Teo e lidhi sistemin me internetin. Brenda sekondash, provat do të jenë në duart e 10 gazetarëve dhe autoriteteve njëkohësisht. Oliana shikoi nënën për herë të fundit. Roza pohoi me inkurajim dhe krenari. Gjysh, pëshpëriti Oliana, shpresoj se po bëj zgjedhjen e duhur. Ajo shtypi butonin e kuq. Menjëherë, sirenat u dëgjuan në të gjithë dhomën. Dritat e kuqe pulsuan dhe një zë i kompjuterizuar njoftoi, protokolli i drejtësisë sociale i aktivizuar. Dokumentet po transmetohen. Transferimi i fondeve ka filluar. Lart, Viktori bërtiti nga zemërimi kur kuptoi çfarë kishte ndodhur. Ju nuk e dini çfarë bëtë. Sa po shkatëruat familje të rëndësishme. Marko buzëqeshi për herë të parë pas orësh. Jo, Viktor. Ato sa po shpëtuan mira familje që u dëmtuan nga lakmia juaj. Dhoma filloi të shfaqte në ekranet e saj dokumentet që dërgoheshin në kohë reale. Gazeta, stacione televizive, prokuroria publike, organizata ndërkombëtare, të gjithë po merrnin njëkohësisht prova të pakundërshtueshme të dekadave të korrupsionit. Oliana u ul rënd në një karrige, duke kuptuar më në fund madhësinë e asaj që kishin bërë. Brenda disa minutash, qindra milion lekë do të ridrejtoheshin për programe që vërtet do të ndihmonin njerëz si ajo dhe nëna e saj. Marko, tha ajo, tani çfarë ndodh me ne? Marko ju afrua njërit prej kompjuterëve që vazhdonte të shfaqte progresin e transmetimeve. Oliana, Luka është rrugës me një ekip sigurie. Ju do të jeni në mbrojtje zyrtare derisa e gjithë kjo situatë të zgjidhet.
Dhe Viktori? Me provat që sapo u dërguan, ai do të arrestohet sot. Së bashku me një duzinë njerëzish të tjerë të përfshirë në skem. Lart, britmat e Viktorit kishin pushuar, të zëvendësuara nga zërat e disa njerëzve që flisnin shpejt. Mund të dëgjoheshin sirena që afroheshin nga jashtë ndërtesës. Duken të jenë autoritetet, vëzhgoi Marko, duke dëgjuar me vëmendje. Minuta më vonë, një zë i njohur bëri jehon nga kati i sipërm. Marko. Jam Luka. Gjithçka është e sigurt këtu lart. Ata u ngjitën me kujdes shkallët. Ndërtesa ishte tani e ndriçuar nga fener të fuqishëm dhe kishte agent me uniformë në disa pika. Luka, një burr në moshë të mesme me flokë gri dhe shprehje serioze por të sjellshme, i priti me një buzëqeshje. Oliana dhe Roza, supozoj. Është kënaqësi t'ju njoh. Marko më ka treguar shumë për familjen tuaj gjatë viteve. Ku është Viktori? Pyeti Oliana. Rrugës për në komisariat. Së bashku me Anjezën dhe 2 bashkëpunëtor të tjerë. Kur provat e para arritën në zyrën tonë, 20 minuta më parë, menjëherë lëshuam urdhër arreste. Luka i drejtoi drejt daljes, ku kishte disa makina policie dhe një makinë zyrtare. Do t'ju çoj në një hotel të sigurt për këtë natë. Nesër do të na duhen dëshmi të detajuara, por për momentin mund të pushoni. Gjatë rrugës për në hotel, Luka shpjegoi çfarë po ndodhte në Tiranë. Gazetat tashmë kanë filluar të publikojnë raportet e para online. Skandali është më i madh se sa imagjinonim. Përveç Viktorit, kemi prova kundër 3 senatorëve, 2 kryebashkiakëve të qyteteve të rëndësishme dhe të paktën një duzinë biznesmenësh. Dhe parat, pyeti Roza. Tashmë po transferohen në Fondin Kombëtar të Zhvillimit Social. Do të administrohet nga një këshill i pavarur, saktësisht siç e planifikoi Teo. Në hotel, ato u sistemuan në një suite të rehatshme me siguri në derë. Për herë të parë në 2 ditë, Oliana dhe Roza mundën të relaksoheshin dhe të përpunonin gjithçka që kishte ndodhur. Bi, tha Roza, duke përqafuar Olianën në divanin e suitës, jam shumë krenare për ty, ishte një vendim i vështirë, por ishte vendimi i duhur. Nën, a nuk je e shqetësuar për atë që do të ndodhë me ne tani? Pak, pranoi Roza. Por mendoj për të gjithë fëmijët që do të kenë akses në shkolla më të mira, për të gjithë të sëmurët që do të trajtohen në spitale të pajisura mirë. Sakrifica jon ja vlen. Ato kaluan natën duke parë lajmet në televizion. Skandali ishte bërë lajmi kryesor i të gjitha kanaleve. Reporterët shpjegonin se si parat ishin devijuar dekada më parë dhe si një ere 17 vjeçare kishte pasur guximin të ekspozonte gjithçka. Shiko, nën, Oliana tregoi televizorin, ata po e quajnë gjyshin hero kombëtar. Në ekran, një historian shpjegonte, Teo Mullaj rrezikoi sigurinë e tij për të mbrojtur burime që i përkisnin popullit shqiptar. Ai krijoi një sistem aq të sigurt dhe të planifikuar mirë saqë siguroi që drejtësia të bëhej, edhe dekada pas largimit të tij. Të nesërmen në mëngjes, Luka arriti në hotel i shoqëruar nga Marko dhe një surprizë, Ana, një avokate e specializuar në të drejtat e viktimave të korrupsionit. Oliana dhe Roza, tha Ana, erdha këtu për t'ju shpjeguar të drejtat tuaja dhe mbrojtjet që do të keni nga tani e tutje. Ajo shpjegoi se, si denoncuese në një çështje me interes publik, ato do të kishin të drejtën e mbrojtjes së përhershme nga shteti, si dhe një kompensim për rreziqet e marra. Më e rëndësishmja, ato do të kishin të drejtën të merrnin pjesë në këshillin që do të administronte fondin e krijuar me paratë e rikuperuara. Të marrësh pjesë në këshill? Pyeti Oliana. Gjyshi juaj e specifikoi këtë në dokumentet e tij. Ai donte që familja të kishte një zë aktiv në mënyrën se si do të përdorej paraja, duke siguruar që ajo vërtet të arrinte te njerëzit në nevojë. Marko u afrua me një gazetë në dorë. Duhet ta shihni këtë. Faqja e parë tregonte një foto të Viktorit duke u arrestuar me titullin Biznesmeni miliarder arrestohet në skem korrupsioni historik. Artikulli detajonte se si ai kishte ndërtuar perandorinë e tij duke përdorur para të devijuara nga programet sociale. Dhe ka më shumë, vazhdoi Marko, duke kthyer faqen e brendshme. Disa kompani tashmë kanë njoftuar se do të shkëpusin kontratat me Viktorin. Perandoria e tij po shkatërohet brenda disa orësh. Ana buzëqeshi. Drejtësia ndonjëherë është e ngadaltë, por kur vjen, është definitive. Luka u ngrit dhe shkoi te dritarja që shinte Tiranën. Oliana, Roza, do të doja që të dinit se kjo çështje do të ndryshojë mënyrën se si hetojmë korrupsionin në vend.
Sistemi i krijuar nga Theo do të përdoret si model për situata të tjera të ngjashme. Si ashtu, pyeti Roza. Do të krijojmë një protokoll kombëtar bazuar në punën e tij. Kur të zbulojmë skema korrupsioni, do të kemi një mënyrë të sigurt dhe të shpejtë për të mbrojtur burimet dhe për të ekspozuar fajtorët. Oliana ju afrua dritares dhe vëzhgoi njerëzit që ecnin nëpër rrugë, secili me jetën e tij, luftrat e tij, ëndrat e tij. Luka, kur të fillojnë të përdoren parat, do të na tregoni për projektet? Sigurisht. Në të vërtetë, ju do të vendosni disa prej tyre personalisht. Si? Ana hapi një dosje me dokumente. Projekti i parë tashmë është miratuar nga Këshilli i Përkohshëm. Një shkollë teknike në periferi, pikërisht në rajonin ku banoni. Ajo do të ofrojë kurse falas informatike, administrate dhe infermierie. Roza filloi të qaj nga emocioni. Një shkollë në rajonin ton? Prej sa vitesh komuniteti kërkon këtë. Dhe ka më shumë, shtoi Marko. Një pjesë e fondeve do të përdoret për të krijuar një program mikrokrediti për nënat që punojnë dhe duan të hapin biznese të vogla. Oliana ndjeu një val realizimi. E gjithë frika, e gjithë pasiguria e ditëve të fundit kishte ja vlerëtur. Ajo kujtoi fjalët e gjyshit në letër, ndonjëherë guximi i një personi mund të ndryshojë jetën e mirë a njerëzve. Ana, tha ajo, kur mund të fillojmë të punojmë në këshill? Mbledhja e parë do të jetë javën e ardhshme. Por para kësaj, ka diçka që duhet të vendosni. Ana nxori një dokument tjetër nga dosja. Qeveria ka ofruar një kompensim financiar për guximin tuaj. Një sasi e konsiderueshme, e mjaftueshme për të garantuar rehati për gjithë jetën. Oliana dhe Roza shkëmbyen shikime. Sa? Pyeti Roza. 5 milion lekë. Heshtja zotëroi dhomën. Ishte më shumë para se sa kishin ndërruar ndonjëherë. Por, vazhdoi Ana, ju mund të zgjidhni të hiqni dorë nga kompensimi personal dhe ta drejtoni këtë vlerë gjithashtu për programet sociale. Marko buzëqeshi. E di cila do të jetë përgjigja juaj. E njoh këtë familje prej kohësh. Oliana kapi dorën e nënës. Nën, çfarë mendon? Roza mendoi për disa momente, pastaj buzëqeshi. Bi, kemi shëndet, kemi njëra tjetrën dhe tani dim se puna jon do të ndihmoj mira njerëz. Na duhet diçka më shumë? Oliana pohoi me vendosmëri. Ana, duam ta drejtojmë parat për programet sociale. Por ka një kusht. Cili? Dua që një pjesë të përdoret specifikisht për bursa studimi për të rinjt e periferisë. Dhe dua që një nga këto bursa të jetë për shoqen time Kiarën, e cila gjithmonë ka ndëruar të studiojë mjeksi, por kur nuk ka pasur mundësi. Ana shënoi kërkesën. Konsideruar dhe miratuar. Luka u afrua dhe shtriu dorën për t'i përshëndetur. Zonja, është një nder të punoj me njerëz si ju. Shqipëria ka nevojë për më shumë familje si e juaja. Kur të gjithë u larguan, Oliana dhe Roza mbetën vetëm në sujë. Nga dritarja, ato mund të shihnin Tiranën duke u zgjuar për një ditë tjetër, por tani e dinin se do të ishte një ditë ndryshe për mijëra njerëz. Bi, tha Roza, duke përqafuar Olianën në divanin e suitës, a e beson që në 2 ditë jeta jon ndryshoi plotësisht? Ndryshoi, Bi. Por ndryshoi për mirë. Dhe jo vetëm për ne. 6 muaj më vonë, Oliana qëndronte në skenën kryesore të shkollës së re teknike Teomullaj, duke vëzhguar një audiencë prej më shumë se 300 personazh nga komuniteti. Ishte dita e inaugurimit zyrtar dhe ajo ishte ftuar të mbante fjalimin hapës. Disa muaj më parë, filloi ajo, zëri i saj duke bërë jehon në auditorin modern, unë isha vetëm një studente e zakonshme që hyra në një bank për të bërë një pyetje të thjeshtë rreth gjyshit tim. Kur nuk e imagjinova se ajo pyetje do të ndryshonte jo vetëm jetën time, por jetën e kaq shumë njerëzve. Në rreshtin e parë, Roza duartrokiste me krenari, e shoqëruar nga Marko dhe Ana, të cilët ishin bërë miq të ngushtë të familjes. Pranë tyre ishte Kiara, tani me uniformë si studente mjekësie e Universitetit Shtetëror, përfituese e një prej bursave të para të krijuara nga fondi. Gjyshi im Teo gjithmonë besonte se arsimi ishte çelësi për të thyer ciklin e varfërisë, vazhdoi Oliana. Kjo shkollë është prova se kur bëjmë zgjedhjet e duhura, edhe pse të vështira, mund të krijojmë një të ardhme më të mirë për të gjithë. Auditori shpërtheu në duartrokitje. Oliana zbriti nga skena dhe u prit me përqafime nga fqinjë, miq dhe njerëz që kishte njohur përmes punës në këshillin e fondit.
Pas ceremonisë, ajo dhe Roza ecën nëpër korridoret e shkollës duke vëzhguar klasat e pajisura me kompjuter modern, laboratorët e shkencës dhe bibliotekën plot me libra të rinj. Bi, tha Roza, duke u ndalur para një pllake në mur, shiko këtë. Plaka thoshte, Salla Roza dhe Oliana Mullaj, i dedikuar grave të guximshme që luftojnë për drejtësi sociale. A e vun emrin ton në një sallë? Pyeti Oliana, e befasuar. Marko u afrua nga pas. Ishte ideja e këshillit të shkollës. Ata duan që studentët të kujtojnë gjithmonë se njerëz të zakonshëm mund të bëjnë gjëra të jashtëzakonshme. Ata vazhduan turin derisa arritën në laboratorin e informatikës, ku gjetën Pietron, një 16 vjeçar që kishte qenë një nga studentët e parë të regjistruar. Oliana, bërtiti ai, duke u ngritur nga kompjuteri. Duhet të shihni çfarë po programoj. Pietro kishte krijuar një aplikacion që lidhte familjet në nevojë me programet sociale të disponueshme. Ideja është që askush të mos humbas më mundësi për mungesë informacioni, shpjegoi ai me entuziazëm. Kjo është e pabesueshme, Pietro, tha Oliana, vërtet e impresionuar. A e konsideroni ta paraqisni projektin tuaj për fondin e inovacionit social që krijuam? Sytë e të riut shkëlqyen. A mundem vërtet? Sigurisht. Në të vërtet, ju do të prezantoni projektin në mbledhjen e ardhshme të këshillit. Ndërsa dilnin nga shkolla, Ana ju bashkua atyre me një dosje në duar. Oliana, Roza, kam disa përditësime për projektet e tjera të fondit. Gjatë ecjes drejt makinës, Ana raportoi progresin. 3 qendra të reja shëndetësore ishin hapur në rajonin metropolitan, një program trajnimi profesional kishte trajnuar më shumë se 1000 persona, dhe programi i mikrokreditit kishte ndihmuar 200 nëna të hapnin biznese të vogla. Dhe Viktori, pyeti Oliana, megjithse e dinte se ishte një pyetje që e bënte rregullisht. I dënuar me 15 vjet burg. Të gjitha pasuritë e tij u konfiskuan dhe po ankandohen. Vlera e mbledhur shkon drejt për drejt në fond. Marko buzëqeshi. Drejtësia ndonjëherë është e ngadaltë, por kur vjen, është e plotë. Ata arritën në shtëpinë ku Oliana dhe Roza banonin tani, një ndërtesë e thjeshtë por e rehatshme që ishte ofruar nga qeveria si pjesë e masave të mbrojtjes. Shtëpia ndodhej në një lagje të sigurt, por ende në periferi, pasi ato kishin këmbëngulur të qëndronin pranë komunitetit që gjithmonë kishte qenë shtëpia e tyre. Në kopshtin e pasëm, kishte një kopsht të vogël që Roza e kujdesej me dashuri dhe një tavolinë druri ku ato zakonisht hanin mëngjesin duke vëzhguar lëvizjen e rrugës. Marko, tha Oliana, ndërsa u ulën në verandë, ndonjëherë ende nuk e besoj që e gjithë kjo ndodhi. Besojeni. Dhe dijeni se gjyshi juaj do të ishte jashtëzakonisht krenar. Ana hapi dosjen dhe nxori një dokument zyrtar. Në të vërtetë, ka diçka tjetër që duhet të dini. Presidenti i Republikës nënshkroi një dekret sot duke krijuar çmimin kombëtar Teo Mullaj për guximin qytetar. Çfarë do të thotë kjo? Pyeti Roza. Do të thotë se çdo vit njerëz që demonstrojnë guxim të jashtëzakonshëm në luftën kundër padrejtësisë do të marrin një njohje kombëtare në emër të babait dhe gjyshit tuaj. Oliana u emocionua. Emri i gjyshit do të frymëzojë njerëz të tjerë? Saktësisht. Dhe ju të dyja do të jeni pjesë e komitetit që do të zgjedh fituesit. Në atë moment, telefoni i Olianës ra. Ishte Luka, duke telefonuar nga zyra e prokurorisë publike. Oliana, kam një lajm që do t'ju interesoj. Sapo morëm një telefonat nga një i ri në një qytet tjetër. Ai gjeti dokumente të vjetra në shtëpinë e gjyshit të ndjer dhe mendon se mund të ketë një skem korrupsioni të ngjashme me atë që zbuluat ju. Seriozisht? Po. Dhe ai tha se ishte frymëzuar nga historia juaj për të kërkuar autoritetet. Do të dëshironit ta udhëzonit se si të veproj? Oliana shikoi nënën, e cila pohoi me inkurajim. Sigurisht, Luka. Jepi kontaktin e tij. Do të ndihmojmë në çdo mënyrë të mundshme. Kur e mbylli, Roza kapi dorën e vajzës. E sheh? Puna e gjyshit tënd vazhdon përmes jush. Dielli po perëndonte duke pikturuar qiellin me ngjyra portokalli dhe roz. Në rrugë, fëmijët luanin futboll dhe mund të dëgjohej tingulli i muzikës që vinte nga disa shtëpi. Jeta në periferi vazhdonte, por tani me më shumë shpresë, më shumë mundësi. Nën, tha Oliana, duke vëzhguar lëvizjen e rrugës, a të kujtohet kur thoje se një ditë gjërat do të përmirësoheshin? Më kujtohet. Ato vërtet u përmirësuan, apo jo?
Roza buzëqeshi dhe përqafoi vajzën. Po, por jo rastësisht. U përmirësuan sepse ti pate guximin të bëje zgjedhjen e vështirë. Marko dhe Ana u përgatitën të largoheshin, por para kësaj, Marko i dha Olianës një dhuratë, një çelës të vogël dhe të ardhë. Çfarë është kjo? Çelësi simbolik i shtëpisë së parë të programit të banesave që po krijojmë me një pjesë të fondit. Ju do t'ia dorëzoni familjes së parë përfituese javën e ardhshme. Oliana mbajti çelësin duke menduar se si një objekt kaq i vogël kishte ndryshuar kaq shumë jetë. Çelësi i gjyshit kishte hapur shumë më shumë se një kasafort, kishte hapur një të ardhme mundësish. Pas largimit të miqve, nëna dhe vajza mbetën vetëm në verandë, duke vëzhguar yjet e parë që shfaqeshin në qiell. Oliana, tha Roza butësisht, nëse do të mund të ktheheshe pas në kohë, a do të bëje të njëjtën zgjedhje? Oliana mendoi për disa momente, duke kujtuar të gjithë frikën, të gjithë pasigurinë që kishte ndjerë. Pastaj buzëqeshi. Pa hezitim, nën. Pa hezitim. Atë natë, para gjumit, Oliana shkroi në ditarin e saj, një zakon që kishte zhvilluar që nga ngjarjet në bankë. Ditari dashur, sot kuptova se gjyshi nuk na la vetëm një trashëgimi materiale. Ai na la një shembull guximi dhe integriteti. Dhe tani kuptoj se përgjegjësia jon nuk ishte vetëm të bënim zgjedhjen e duhur atë ditë, por të vazhdojmë të bëjmë zgjedhje të duhura çdo ditë. Puna për drejtësi nuk mbaron kurrë, thjesht transformohet dhe vazhdon përmes njerëzve të rinj, brezave të rinj. Ajo mbylli ditarin dhe shikoi nga dritarja e dhomës. Jashtë, Tiranë flinte qetësisht, por Oliana e dinte se diku, njerëz të tjerë po luftonin për drejtësi, ndoshta të frymëzuar nga historia që ajo dhe familja e saj kishin jetuar. Në sirtarin e fundit të komodinës së saj, të ruajtur me kujdes, ishte çelësi origjinal i gjyshit, tani një simbol se ndonjëherë, njerëzit më të papritur mund të bëjnë ndryshimet më të rëndësishme. Dhe në zemrën e saj, Oliana mbante sigurinë se kishte nderuar kujtimin e Teomullait dhe se trashëgimia e tij do të vazhdonte të jetonte përmes çdo jete të transformuar nga projektet e fondit, çdo të riu të edukuar në shkollën e re, çdo familje të përfituar nga programet sociale. Drejtësia kishte qenë ngadalë, por kishte ardhur. Dhe me të, shpresa për një të ardhme më të mirë për të gjithë. 2 vjet kaluan nga ajo mëngjes transformues në bankë dhe Oliana, tani 19 vjeçare, studente universitare e administratës publike me bursë të plotë dhe anëtare aktive e Këshillit të Fondit Teomullai. Ajo që kishte filluar si një verifikim i thjeshtë i llogarisë bankare ishte kthyer në një lëvizje kombëtare të transparencës dhe drejtësisë sociale. Apartamenti ku ajo dhe Roza banonin tani ndodhej në një ndërtesë të thjeshtë, por në një zonë të sigurt, dhe çdo mëngjes Oliana zgjohej me sigurinë se jeta e saj kishte një qëllim. Këtë mëngjes specifik, ajo po shkonte për një takim të veçantë në zyrën e fondit. Ishte përvjetori i dytë i aktivizimit të protokollit dhe ata do të bënin një bilanc të plotë të gjithçkaje që ishte arritur. Kur hyri në zyrën moderne të vendosur në qendër të Tiranës, Oliana u prit nga Marko, i cili tani punonte si drejtor ekzekutiv i fondit, duke braktisur përfundimisht botën tradicionale bankare. Oliana arrite në kohë. Ana sapo solli raportet përfundimtare të ndikimit social. Salla e takimeve ishte dekoruar me foto të gjitha projekteve të zbatuara, shkolla teknike Teomullai, e cila tani kishte një listë pritjeje prej më shumë se 1000 studentësh, 3 qendrat shëndetësore që shërbenin çdo ditë qindra familje, programi i mikrokreditit që kishte përfituar më shumë se 500 nëna sipërmarrëse, dhe 10 projekte të tjera më të vogla që kishin transformuar komunitete të tëra. Roza arriti disa minuta më vonë, e shoqëruar nga Kiara, e cila tani ishte në vitin e 3 të mjekësisë dhe bënte praktikë vullnetare në qendrat shëndetësore të financuara nga fondi. Si ishte konsultimi i sotëm në qendrën e zonës lindore, pyeti Oliana shoqen e saj. Emocionuese. Kujdesa për një zonjë 65 vjeçare që kur nuk kishte bërë një ekzaminim parandalues në jetën e saj. Ajo qau kur tha se më në fund kishte një vend të denjë për të kujdesur për shëndetin e saj. Kiara buzëqeshi me sytë që i shkëlqenin. Dhe a e di çfarë më tha në fund? Se e njihte historinë e vajzës së guximshme që ndryshoi gjithçka dhe donte të më falënderonte që isha pjesë e kësaj. Ana hyri në sallë duke mbajtur një grumbull dokumentesh dhe një laptop. Njerëz, nuk do t'i besoni numrave që kemi për të prezantuar sot. Gjatë orës së ardhshme, Ana detajoi me përpikëri ndikimin e fondit.
500 milion lekët origjinale ishin shumë fishuar përmes investimeve të kujdesshme dhe partneriteteve me organizata të tjera. Tani, fondi administronte më shumë se 800 milion lekë dhe kishte përfituar drejt për drejt më shumë se 50.000 persona. Por numrat më mbresëlënës, vazhdoi Ana, janë ata indirekt. Çdo person i arsimuar tani po edukon të tjerë. Çdo nën që hapi një biznes po punson fqinje. Çdo familje e shërbyer në qendrat shëndetësore është më produktive dhe më e lumtur. Marko u ngrit dhe shkoi te dritarja. Oliana, Rosa, ju e dini që ky ndikim është vetëm fillimi, apo jo? Si ashtu, pyeti Rosa. Pietro, ai riu që njohet në shkollë, a e dini çfarë po bën tani? Oliana tundi kokën, kurioze. Ai po zhvillon një aplikacion që do të lidhë të gjitha fondet sociale të vendit, duke krijuar një rrjet kombëtar të transparencës. Ideja e tij mund të revolucionarizojë mënyrën se si monitorohen burimet publike në Shqipëri. Ana buzëqeshi. Dhe nuk është vetëm Pietro. Kemi 15 ish-nxënës të shkollës teknike që kanë krijuar kompanitë e tyre sociale. Ata por investojnë në komunitet duke krijuar një cikël të virtytshëm zhvillimi. Në atë moment, Luka arriti për takimin duke sjellë me vete një dosje me përditësime rreth Viktorit dhe të tjerëve të përfshirë në skemën origjinale. Siç e dini, filloi ai, Viktori u dënua me 15 vjet, por ka zhvillime interesante. Ai shkroi një letër duke kërkuar të fliste me ju. Heshtja zotëroi sallën. Oliana ndjeu një drithërim t'i përshkonte shpinën. Një letër, pyeti ajo. Luka hapi dosjen dhe nxori një zarf zyrtar. Ai po vuan dënimin në regjim të mbyllur, por me sa duket ka reflektuar shumë për atë që ndodhi. Letra u rishikua nga psikologët e burgut, të cilët besojnë se ai ka kaluar nëpër një transformim të vërtetë. Çfarë dëshiron? Pyeti Marko, skeptik. T'ju lexoj letrën dhe, nëse është e mundur, të kërkoj falje personalisht. Oliana shikoi nënën, e cila pohoi butësisht. Mund ta lexojmë letrën këtu, tani. Luka shpalosi faqet e shkruara me dorë dhe filloi të lexojë. E dashur Oliana dhe e dashur Rosa, e di që nuk kam të drejtë të kërkoj vëmendjen tuaj pas gjithçkaje që kam bërë, por duhet të provoj. Gjatë këtyre 2 viteve në burg, kam pasur shumë kohë për të menduar rreth zgjedhjeve që kam bërë gjatë jetës sime. Kur isha i ri, si ju, edhe unë besoja në drejtësi. Por në një moment, lakmia dhe pushteti më korruptuan. Fillova të justifikoja shkelje të vogla derisa ato u bën krime të mëdha. Ju bëta atë që unë duhej të kisha bërë dekada më parë kur zbulova skemën, zgjodhët drejtësinë në vend të përfitimit personal. Admiraj guximin tuaj, veçanërisht tuajin, Oliana, për të marrë një vendim kaq të vështirë duke qenë kaq e re. Nuk pres falje, por dua që të dini se po përdor kohën time këtu për të shkruar një libër rreth përvojës sime, duke paralajmëruar biznesmen të tjerë për rreziqet e korrupsionit. Të gjitha paratë që do të fitoj me librin do të dhurohen fondit tuaj. Teo Mullaj ishte një burr i ndershëm dhe ju nderuat kujtimin e tij në mënyrë të shkëlqyer. Nëse një ditë ndjeheni të gatshme të më vizitoni, do të doja të kërkoja falje personalisht dhe të tregonja histori rreth gjyshit tuaj që ndoshta nuk i keni dëgjuar. Me respekt dhe admirim, Viktor Olluri. Heshtja u shtri për disa minuta pasi Luka mbaroi leximin. Oliana po përpunonte idenë se burri që kishte tentuar të pengonte familjen e saj të bënte drejtësi tani donte të kontribuonte në të. Çfarë mendoni? Pyeti Luka. Rosa ishte e para që foli. Besoj në aftësinë e njerëzve për të ndryshuar, por nuk e di nëse jam gati ta shoh atë. Dhe ju, Oliana? E reja mendoi me kujdes para se të përgjigjej. Luka, thatë se ai ka histori rreth gjyshit tim që ndoshta nuk i njohim. Po. Me sa duket, ata u takuan disa herë gjatë negociatave rreth kontratave publike. Viktori tha se Teo përpoq ta binte atë të hiqte dorë nga skema para se të merrte masa më drastike. Oliana u ngrit dhe shëtiti nëpër sallë, duke organizuar mendimet. Marko, çfarë mendon se do të bënte gjyshi në këtë situatë? Marko buzëqeshi. Duke e njohur Teon, ai do t'i jepte një shans Viktorit. Gjyshi juaj gjithmonë besoi se njerëzit mund të shpengohen nëse demonstrojnë pendim të vërtetë. Atëherë do ta vizitojmë, vendosi Oliana. Por jo vetëm. Dua që ti dhe Luka të na shoqëroni. 3 ditë më vonë, ata ishin ulur në një dhomë vizitash të burgut ku Viktori vuante dënimin e tij.
Burri që hyri në dhomë ishte dukshëm ndryshe nga biznesmeni arrogant që Oliana kishte takuar 2 vjet më parë. Viktori kishte humbur peshë, flokët e tij ishin gri dhe sytë e tij tregonin një përullësi që nuk ekzistonte më parë. Oliana, Rosa, tha ai, zëri i tij duke u dridhur pak. Faleminderit që erdhët. Oliana studioi fytyrën e tij duke kërkuar shenja falsiteti, por gjeti vetëm pendim të vërtetë. Viktor, e lexuam letrën tuaj. Thatë se e njihni gjyshin tim personalisht. Viktori i pohoi dhe u ul me kujdes. Kam takuar Teon disa herë midis viteve 1950 dhe 1952. Ai ishte auditori përgjegjës për rishikimin e kontratave tona, dhe që në fillim dyshoi se diçka nuk ishte në rregull. Si ishte ai, pyeti Rosa, e etur për çdo informacion rreth babait që mezi e kishte njohur. I ndershëm, por jo arrogant. Ai u përpoq të më binte të braktisja skemën duke ofruar alternativa legjitime për të fituar para. Tha se isha shumë inteligjent për të shkatëruar jetën time me korrupsion. Viktori vazhdoi të tregonte histori rreth Teos, si punonte deri vonë duke kontrolluar çdo dokument, si i trajtonte të gjithë me respekt pavarësisht pozicionit social dhe si demonstronte shqetësim të vërtetë për fatin e burimeve publike. Herën e fundit që fola me gjyshin tuaj ishte një javë para se të zhdukej, tha Viktori, duke ju drejtuar Rosës. Ai më tregoi një foto tuajën kur ishit fëmijë dhe tha se po bënte gjithë atë për të siguruar një të ardhme më të mirë për familjen tuaj. Rosa filloi të qajë në heshtje. Ai vërtet kujdesej për ne. Më shumë se sa imagjinoni. Teo më tha se kishte krijuar një sistem për të mbrojtur paratë sepse e dinte se një ditë ju do t'i kishit nevojë, jo për t'u pasuruar, por për të bërë një ndryshim në bollë. Oliana u përkul përpara. Viktor, pse vazhdove me skemën edhe pas gjithçkaje që tha gjyshi im? Viktori uli kokën. Nga lakmia dhe krenaria. Mendoja se isha më i zgjuar se ai, se kur nuk do të zbulohesha. Ishte marrëzia më e madhe e jetës sime. Vizita zgjati 2 orë, gjatë të cilave Viktori ndau më shumë detaje rreth Teos dhe gjithashtu rreth transformimit të tij në burg. Ai ishte bërë mentor i të burgosurve të tjerë, duke mësuar administrate dhe duke paralajmëruar për rreziqet e korrupsionit. Kur po përgatiteshin të largoheshin, Viktori bëri një kërkesë të fundit. Oliana, e di që nuk kam të drejtë të kërkoj asgjë, por do të doja të kontribuoja në një farë mënyre në punën tuaj, edhe nga burgu. Si? Një skema të tjera korrupsioni që nuk u zbuluan kurrë. Mund të jap informacione që ndihmojnë autoritetet të rikuperojnë më shumë burime të devijuara. Luka u interesua menjëherë. Çfarë lloj informacionesh? Kompanit offshore, llogari sekrete, dokumente që vërtetojnë devijime të tjera. Mund të ndihmojnë në zbulimin e miliona lekëve shtesë që mund të drejtohen për programe sociale. Oliana shkëmbyen shikime me nënën dhe Markon. Viktor, nëse vërtet dëshiron të shpengohesh, do ta japim këtë mundësi. Në muajt në vijim, informacionet e dhëna nga Viktori quan në zbulimin e 3 skemave të tjera korrupsioni dhe rikuperimin e 200 milion lekëve shtesë. Gjithçka u drejtua për të zgjeruar programet e fondit Teo Mullaj. Një vit më vonë, në takimin e 3 vjetor të Këshillit, Ana prezantoi numra edhe më mbresëlënës. Fondi tani administronte më shumë se 1 miliard lekë dhe kishte përfituar drejt për drejt më shumë se 100.000 persona. Por më e rëndësishmja, tha Ana, është se krijuam një model. 17 qytete shqiptare tashmë kanë adoptuar versione të sistemit ton për të luftuar korrupsionin dhe për të drejtuar burimet e rikuperuara për programet sociale. Pietro, tani i diplomuar dhe duke punuar si zhvillues i fondit, prezantoi projektin e tij kombëtar. Aplikacioni i transparencës tashmë po përdoret në 200 qytete. Çdo qytetar mund të ndjekë në kohë reale se si po përdoren burimet publike. Kiara, e cila kishte diplomuar në mjekësi dhe tani koordinonte programet shëndetësore, raportoi rreth inaugurimit të qendrës së 10 shëndetësore të financuar nga fondi. Ne po shërbejmë 5.000 persona në muaj vetëm në programet parandaluese. Marko u ngrit për të bërë raportin përfundimtar. Oliana, Rosa, kur hyp në atë bank 3 vjet më parë, kur nuk e imagjinuan se një çelës i thjeshtë do të hapte kaq shumë dyer, apo jo? Oliana buzëqeshi. Në të vërtetë, Marko tani kuptoi se Chelsea thjesht zhbllokoi atë që tashmë ishte atje, vullnetin e njerëzve për të bërë atë që është e drejtë. Dhe kjo na çon në njoftimin më të rëndësishëm të takimit, tha Ana, duke marrë një dokument zyrtar.
Qeveria federale miratoi krijimin e institutit kombëtar Teo Mullaj për luftën kundër korrupsionit, bazuar tërësisht në modelin ton. Roza i zgurdulloi syt. Një institut kombëtar? Po. Dhe ju të dyja jeni ftuar të jeni pjesë e këshillit drejtues. Luka, i cili kishte ardhur për pjesën e dytë të takimit, solli më shumë lajme. Viktori do të lirohet muajin e ardhshëm për sjellje të mirë. Ai ka përfunduar librin dhe tashmë ka mbledhur gjysmë milioni lekë në paraporositje, të gjitha të destinuara për fondin. Dhe ka më shumë, vazhdoi ai. Viktori kërkoi të punoj si vullnetar në programet tona kur të dalë nga burgu. Dëshiron t'i kushtoj pjesën tjetër të jetës së tij riparimit të së keqes që ka bërë. Oliana mendoi për një moment. Luka, çfarë lloj pune vullnetare? Ai ofroi të mbaj leksione në shkolla dhe universitete rreth rreziqeve të korrupsionit, duke ndarë përvojën e tij si shembull të asaj që nuk duhet bërë. Pranojeni, tha Roza çuditërisht. Babi gjithmonë ka besuar në shpengimin e njerëzve. Nëse Viktori vërtet ka ndryshuar, ai mund të ndihmojë në parandalimin që të tjerët të bëjnë të njëjtat gabime. Kur takimi mbaroi, Oliana dhe Roza ecën së bashku nëpër rrugët e Tiranës, duke reflektuar mbi 3 vitet e jashtëzakonshme që kishin jetuar. Bi, tha Roza, duke u ndalur para ndërtesës së bankës ku kishte filluar gjithçka, a pendohesh për diçka? Oliana shikoi ndërtesën imponuese, duke kujtuar vajzën nervoze 17 vjeçare që kishte hyrë atje me një çelës të vjetër dhe një shpresë të thjeshtë. Nën, nëse do të mund të kthehesha pas në kohë, e vetmja gjë që do të ndryshoja do të ishte të shtypja atë butonin e kuq më shpejt. Ato qeshën së bashku dhe Roza përqafoi vajzën. Gjyshi yt do të ishte kaq krenar. Do të ishte krenar për ne të dyja, nën. Ti gjithashtu pate guximin të më mbështesësh në një vendim që ndryshoi jetën tonë plotësisht. Atë natë, në shtëpi, Oliana hapi ditarin e saj dhe shkroi hyrjen e fundit rreth udhëtimit që kishte transformuar familjen e saj dhe mijëra njerëz të tjerë. Sot, 3 vjet më vonë, më në fund kuptoi plotësisht çfarë donte të thoshte gjyshi kur shkroi se ndonjëherë guximi i një personi mund të ndryshojë jetën e mijëra njerëzve. Nuk ishte vetëm guximi im që ndryshoi gjithçka. Ishte guximi i tij për të mbrojtur të vërtetën, i nënës për të më mbështetur, i Markos për të na ndihmuar, i Anas për të na udhëzuar, i Lukës për të na mbrojtur dhe madje edhe guximi i Viktorit për t'u shpenguar. Ajo që mësova është se drejtësia nuk është një ngjarje e vetme, por një proces i vazhdueshëm që kërkon pjesëmarrjen e shumë njerëzve të guximshëm. Dhe se çdo zgjedhje e drejtë që bëjmë jo vetëm që ndryshon jetën tonë, por krijon valë ndryshimi që përhapen shumë përtej asaj që mund të imagjinojmë. Gjyshi mbolli një farë drejtësie që lulëzoi në një pyll mundësish. Dhe tani përgjegjësia jonë është të kujdesemi që ky pyll të vazhdojë të rritet, në mënyrë që familje të tjera të kenë shanset që patëm ne. Nesër fillojmë një ditë tjetër pune në institut, një ditë tjetër ndërtimi të një vendi më të drejtë. Dhe e di që, kudo që të jetë, gjyshi Teo po buzëqesh, duke e ditur se misioni i tij jo vetëm që u përmbush, por vazhdon të jetojë përmes çdo jete të transformuar. Në faqen e fundit të ditarit, Oliana ngjiti një foto familjare të bërë në inaugurimin e institutit, ajo, Roza dhe Marko duke qeshur së bashku, me ndërtesën e institutit kombëtar Teo Mullaj në sfond. Dhe pranë fotos, ajo shkroi fjalët që u bën motoja zyrtare e institutit. Drejtësia nuk është vetëm dëshkimi i fajtorëve. Është sigurimi që e mira e vjedhur nga populli i kthehet popullit, e shndërruar në shpresë, arsim, shëndetësi dhe mundësi. 5 vjet kaluan nga ajo ditë transformuese në bank dhe Oliana, tani 22 vjeçare dhe e diplomuar në administratë publike, ishte ulur në verandën e shtëpisë me Rozën, duke vëzhguar perëndimin e diellit që pikturonte qiellin me ngjyra portokalli dhe rozë. Ishte një pasdite e qetë së dielës dhe ato kishin vendosur të bënin diçka që nuk e kishin bërë prej kohësh, thjesht të relaksoheshin dhe të bisedonin. Bi, tha Roza, duke shërbyer një lëng limoni të bërë në shtëpi, ndonjëherë ende nuk i besoi të gjitha që ndodhen. Oliana buzëqeshi, duke marrë çelësin e vjetër të gjyshit që tani e përdorte si varse në një gjerdan. Nën, a të kujtohet sa nervoze ishe kur vendosëm të shkonim në bank atë ditë? Nervoz? Isha e tmerruar. Roza qeshi. Mendova se në rastin më të mirë do të gjenim disa lekë të harruara në një llogari të vjetër. Dhe përfunduam duke gjetur shumë më shumë se para. Gjetëm qëllim. Ato qëndruan në heshtje të rehatshme për disa minuta, duke vëzhguar fëmijët që luanin në rrugë.
Shumë prej tyre studionin në shkollën teknike Teo Mullaj dhe familjet e tyre kishin përfituar drejt për drejt ose tërthorazi nga programet e fondit. Oliana, vazhdoi Roza, Marko më telefonoi dje. Tha se Pietro ishte pranuar në masterin për teknologji sociale në Universitetin Shtetëror. Sa mirë. Ai e meriton. Aplikacioni I tij tashmë po ndihmon më shumë se 200 qytete të monitorojnë burimet publike. Dhe Kiara? Si po I shkon rezidenca mjekësore? Shumë mirë. Ajo po specializohet në mjekësi komunitare dhe do të koordinojë një program të ri të shëndetit parandalues në periferi. Roza pohoi me krenari. Gjyshi yt do të ishte I lumtur të dinte se të rinjt vazhduan punën e tij. Në atë moment, Marko arriti për vizitën javore që ishte bërë tradil. Ai sillte me vete një dosje me përditësime rreth Institutit Kombëtar Teo Mullaj, I cili tani operonte në të gjitha qytetet shqiptare. Si ishin takimet këtë javë? Pyeti Oliana. Produktive. Instituti identifikoi dhe po heton 3 raste të tjera të dyshimta korrupsioni. Nëse konfirmohen, mund të rezultojnë në rikuperimin e 100 milion lekëve shtesë për programet sociale. Marko u ul në karrigen lëkund se që Roza kishte bler posaçërisht për vizitat e tij. Dhe ka lajme rreth Viktorit. Oliana dhe Roza shkëmbyen shikime. Viktori kishte dalë nga burgu 2 vjet më parë dhe, duke përmbushur premtimin e tij, I kushtonte kohën e tij leksioneve edukative rreth etikës së biznesit dhe rreziqeve të korrupsionit. Çfarë lloj lajmesh? Pyeti Roza. Ai ka përfunduar së shkruari librin e dytë, I fokusuar specifikisht te biznesmenët e rinj. Dëshiron t'ia dedikoj kujtimit të Teos dhe guximit tuaj të dyja. Oliana mbeti menduar. Marko, a mendon se ai vërtet ka ndryshuar? Besoj se po. Leksionet e tij kanë ndikim real. Në semestrin e fundit, 3 biznesmen ju drejtuan autoriteteve vullnetarisht për të rrëfyer parregullsi pasi dëgjuan Viktorin të fliste. Roza shërbeu kafe për Markon dhe ju bashkua atyre në verandë. Është e çuditshme të mendosh se burri që u përpoq të na pengonte tani po ndihmon njerëz të tjerë të bëjnë zgjedhjet e duhura. Babi gjithmonë thoshte se njerëzit mund të ndryshojnë nëse kanë mundësinë e duhur, kujtoi Oliana. Ndoshta burgu ishte mundësia që Viktori kishte nevojë. Marko hapi dosjen dhe tregoi disa raporte. Duke folur për ndryshime, a I keni parë numrat më të fundit të fondit? Gjatë 5 viteve të fundit, fondi Teo Mullaj ishte rritur në mënyrë eksponenciale. Midis burimeve origjinale, investimeve të suksesshme, kontributeve të Viktorit dhe donatorëve të tjerë të frymëzuar nga historia, fondi tani administronte më shumë se 2 miliard lekë. Më shumë se 200.000 persona janë përfituar drejt për drejt, lexoi Marko. 15 shkolla teknike, 20 qendra shëndetësore, 300 biznese të vogla të financuara nga mikrokrediti dhe më shumë se 2.000 të rinj me bursa studimi universitar. Dhe numrat indirekt, pyeti Oliana. Të pamundur për t'u llogaritur. Çdo person I arsimuar po edukon të tjerë. Çdo familje e shërbyer është më e qëndrueshme dhe produktive. Çdo I ri me mundësi po transformon komunitetin e tij. Roza u ngrit dhe solli nga shtëpia një kuti këpucësh, e njëjta ku kishte gjetur fillimisht qelsin e babait. Tani ajo e përdorte për të ruajtur letra falënderimi që arrinin vazhdimisht nga njerëz të përfituar nga programet. Dëshironi të dëgjoni disa? Pyeti ajo, duke hapur kutinë. Oliana pohoi dhe Roza mori një letër rastësisht. E dashur zonjë Oliana, emri im është Gjon, jam 16 vjeç dhe studioj në shkollën teknike Teo Mullaj. Para se të fitoja bursën, shisja karamele në semafor për të ndihmuar nënën time. Sot po mësoj programim dhe tashmë kam krijuar aplikacionin tim të parë. Dua t'ju falenderoj që pate guximin të bëje gjën e drejtë. Kur të rritem, do të vazhdoj punën tuaj. Roza mori një letër tjetër. Oliana dhe Roza, jam Maria, nën e 3 fëmijëve. Me mikrokreditin e fondit, hapa një furrë buke të vogël që sot punson 6 fqinje. Fëmijët e mi studiojnë në shkollën e lagjes që u rinovua me burime nga programi. Ju ndryshuat jetën tonë plotësisht. Faleminderit që nuk menduat vetëm për veten tuaj. Ato lexuan edhe disa letra të tjera, secila duke treguar një histori transformimi që ishte bërë e mundur fal atij vendimi të guximshëm 5 vjet më parë.
Marko, tha Oliana, duke I ruajtur letrat përsëri në kuti, ndonjëherë pyes veten nëse gjyshi im e imagjinonte se vendimi I tij për të mbrojtur ato para do të rezultonte në gjithë këtë. Marko buzëqeshi. Oliana, duke e njohur Teon siç e njoha, jam I sigurt se ai jo vetëm që e imagjinonte, por e planifikoi që të ishte kështu. Ai e dinte se parat ishin të rëndësishme, por se shembulli I guximit do të ishte edhe më I rëndësishëm. Si ashtu? Mendoni mirë. Nëse Teo thjesht do t'i kishte dhuruar parat atëherë, ai do të kishte ndihmuar mijëra njerëz. Por duke I mbrojtur ato dhe duke u lënë zgjedhjen juve, ai krijoi diçka më të madhe, një histori integriteti që frymëzon njerëz të tjerë të bëjnë atë që është e drejtë. Rosa pohoi. Është e vërtetë. Sa njerëz na kanë thënë tashmë se u frymëzuan nga historia jonë për të denoncuar korrupsionin në punët dhe komunitetet e tyre? Dielli po perëndonte kur Ana arriti për një vizitë surprizë, duke sjell me vete nipin e saj 8 vjeçar, I cili adhuronte të dëgjonte historinë e Chelsit magjik që ndihmoi kaq shumë njerëz. Teze Oliana, tha djali, duke përdorur trajtimin e dashur që kishte adoptuar, trego përsëri si ishe e guximshme në bank. Oliana u përkul për të ulur në lartësinë e djalit. Luka, a do të dish një sekret? Isha shumë e frikësuar atë ditë. Por e bëre gjën e duhur edhe me frikë. Po, sepse ndonjëherë të bësh gjën e duhur është më e rëndësishme se sa të mos kesh frikë. Ana buzëqeshi. Luka nuk pushon së foluri për historinë tuaj në shkollë. Mësuesja e tij tha se ai gjithmonë mbron shokët më të vegjël sepse duhet të jetë I guximshëm si teze Oliana. Kur ra nata, të gjithë vizitorët u larguan dhe Oliana mbeti vetëm me Rozën në verandë. Rruga ishte e qetë, e ndriçuar vetëm nga shtyllat e dritës dhe nga hëna e plotë. Nën, tha Oliana, duke mbajtur dorën e Rozës, faleminderit. Faleminderit për çfarë, bi? Për të më dhënë forcë për të bërë zgjedhjen e duhur atë ditë. Për të më besuar edhe kur isha vetëm një adoleshente e frikësuar. Roza shtrëngoi dorën e vajzës. Oliana, ti nuk kishe nevojë për forcën time. Ti gjithmonë ke pasur guximin e gjyshit tënd brenda teje. Unë thjesht të ndihmova ta gjeje atë. Ato qëndruan në heshtje edhe një herë, secila e humbur në mendimet e veta. Oliana mendonte se si jeta e saj kishte ndryshuar plotësisht, si kishte kaluar nga një studente e zakonshme në një nga personat më të rinj që integrojnë një këshill kombëtar. Rosa mendonte për babain që nuk e kishte njohur kur siç duhet, por trashëgimia e të cilit tani jetonte përmes vajzës dhe mbesës. Bi, tha Rosa më në fund, nëse gjyshi yt do të ishte këtu sot, çfarë do t'i thoshe? Oliana mendoi me kujdes para se të përgjigjej. Do të thosha, faleminderit gjysh që mbille farat e drejtësisë. Dhe premtoj se do të vazhdoj ta uis këtë pemë për pjesën tjetër të jetës sime. Rosa buzëqeshi me lodh në sy. Ai do të ishte shumë krenar. Atë natë, para gjumit, Oliana shkoi te komodina e saj dhe hapi sirtarin ku ruante çelësin origjinal të gjyshit. Pranë saj ishte një çelës I ri, simbolik, që kishte marrë në ceremoninë e diplomimit në universitet, duke përfaqësuar dyert që ajo kishte ndihmuar të hapeshin për mijëra njerëz. Ajo mbajti 2 çelësat dhe pëshpëriti, gjysh I adolëm. Misioni yt jo vetëm që u përmbush, por vazhdon të jetoj përmes çdo jete që transformojmë, çdo ëndre që realizojmë, çdo padrejtësie që korrigjojmë. Faleminderit që na mësove se ndonjëherë guximi më I madh është të zgjedhësh atë që është e drejtë, edhe kur është e vështirë. Dhe me këtë siguri në zemër, Oliana ra në gjumë duke e ditur se të nesërmen do të zgjohej për një ditë tjetër pune duke ndërtuar botën më të mirë që gjyshi I saj kishte ëndërruar. Fundi I historisë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Olianës, Rozës dhe Teos t'ju ketë prekur zemrat thellësisht. Ky rrëfim na kujton se secili prej nesh zotëron një çelës të aftë për të hapur dyert drejt drejtësisë dhe transformimit social. Për të zbuluar më shumë histori frymëzuese rreth guximit, familjes dhe kapërcimit, gjeni playlistën tonë speciale duke klikuar këtu anash. Nëse kjo histori ka zgjuar emocione tek ju, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë dhe të lini pëlqimin tuaj në video. Çdo ditë sjellim rrëfime unike që eksplorojnë forcën e karakterit njerëzor dhe rëndësinë e bërjes së zgjedhjeve të duhura, edhe kur janë të vështira. Ndani në komente, çfarë zgjedhje të guximshme do të bënit nëse do të kishit një çelës si ai Olianës? Ju presim në përmbajtjet tona të ardhshme.